إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله falënderimet I takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall. Ata falënderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Ata të cilin na udhëzon Allahu Azza wa Jall, nuk ka kush e humbet atë, dhe ata të cilin e humbet Allahu me drejtsinë e Tij, nuk ka kush e udhëzon. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë pos Allahut të vetëm me të pashok, dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe I dërguar I Tij. Thot Allahu Azza wa Jall: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O ju të cilët keni besuar, keni frikë Allahun ashtu si që meriton ai, dhe mos vdisni vetëm se duke qenë musliman. Gjithashtu thot Allahu Azza wa Jall: Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana alaykum raqiba. O ju të cilët, o ju njerëz, keni frikë Allahun, Zotin tuaj, I cili ju krijoi nga një vetvete Ademi alayhi salam, dhe prej tij krijoi bashkëshorten e tij, dhe prej tyre krijoi shumë burra dhe gra. Keni frikë Allahun me emrin e të cilët ju përbetoheni. Me të vërtetë Allahu është mbi ju mbikëqyrës. Gjithashtu thot Allahu Azza wa Jall: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. O ju të cilët keni besuar, keni frikë Allahun dhe mos thoni vetëm se fjalë të drejta. Ju amundsoni Allahu t'i përmirësoni punët e juaja, ju afal gabimet e juaja, dhe ai I cili I bindet Allahut dhe të dërguarit e Tij, me të vërtetë ka fituar një fitore të madhe. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khayral hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ama pas themi me vërtet fjala më e drejtë është fjala Allahut Azza wa Jall, dhe udhimi më I mirë është udhimi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Punët më të këqija janë rrisi në fe. Çdo rrisi është bidat, çdo bidat është humbje, dhe çdo humbje ka vendin në zjarrin e xhehenemit. Allahu na ruaj prej tij. Të nderuar vëllezër, transmeton Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, khatam an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala: ثلاث من كن فيهن وجد حلاوة الإيمان. Transmeton Anas radhiyallahu ta'ala anhu, shëpërtori I të dërguarit e Allahu sallallahu alaihi wa sallam, se pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: prej gjëra, nëse ndodhe nëse cilin për jush, atëherë ai e ka shijuar ëmbëlsinë e imanit. Të nderuar vëllezër, me të vërtetë besimi, imani ka ëmbëlsinë e tij. Për këtë, Sheikhul Islam ibn Taymiyah rahimahullah ka thënë: inna fi dunya janna la yadkhulu al-jannata al-maw'ud man lam yadkhul fiha. Me të vërtetë në këtë dunja
ka xhenet. Me të vërtetë në këtë dunja ka xhenet. Dhe askush nuk do të hyjë në xhenetin e amshushëm. Dhe askush nuk do të hyjë në xhenetin e premtuar, nëse ai person nuk ka hyrë në xhenetin e kësaj dunjaje. Dhe xheneti i kësaj dunjaje është ëmbëlsira që besimtari e shijon prej imanit të tij. Ëmbëlsira që besimtari e shijon prej besimit të tij. Thot Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Thalathun man kunna fihi wajada halawat al-iman." Tre gjëra të cilat ndodhen nëse cili për jush, ai e ndjen ëmbëlsinë e besimit. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilayhi mimma siwa. Të jetë Allahu dhe i dërguari i tij më i dashur se çdo gjë tjetër. Wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dhe mos të dojë askën vetëm se për hir të Allahut azza wa jall. Wa an yakrahu an ya'uda ila al-kufri kama yakrahu an yaqdhafu fi an-nar. Dhe ta urrej kthimin e tij në mosbesim, kthimin e tij në kufër, ashtu si urren ai hedhjen në zjarrin e xhehenemit. Allahu na ruaj prej tij. Në këtë hadith, Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na bën të qartë rëndësinë që ka dashuria ndaj Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të besimtarit. Dhe se dashuria ndaj Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është prej bazave të fesë. Prandaj Allahu azza wa jalla ka thënë: "An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum." Pejgamberi është më parësor të besimtarët se sa vetë atyre. Dhe gratë e tij janë nënët e besimtarëve. Gjithashtu Allahu azza wa jalla thotë: "Qul in kana abaukum wa abnaukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين." صدق الله عز وجل. Thuaj o Muhammed, thuaj o muslimanëve besimtarëve, se nëse baballarët e tyre, nëse prindit e tyre, fëmijët e tyre, gratë e tyre dhe fisi i tyre, pasuria të cilat ata kanë fituar, tregtia të cilat ata kanë frikë se mund të humbasin e të, shtëpitë e tyre të cilat ata gëzojnë ata, të gjithë këto, nëse janë të më të dashur tek besimtarët se Allahu dhe i dërguari i tij, atëherë le ta presin dëshkimin e Allahut. Atëherë le ta presin dëshkimin e Allahut. Me të vërtetë Allahu nuk ka udhëzuar popullin e prishur. Thot Qadi Iyad rahimahullah, Allahu më shërof, prej dietarëve të lekit, Allahu azza wa jalla i parlemëron besimtarët me këtë ajet, se nëse ata i duan të gjëra që Allahu azza wa jalla i ka përmendur më shumë se Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atëherë të jenë të bindur dhe ta presin dërimin e Allahut, të jenë të bindur se ato bëjnë pjesë tek populli i prishur dhe ta dinë se Allahu azza wa jalla nuk do udhëzon popullin e prishur. Gjithashtu thot, ky ajet është ndër ajetet më të qarta që tregojnë që dashuria pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është prej bazave të fesë. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dashurisë ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i ka dhënë një rëndësi të veçantë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Walladhi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min nafsihi wa malihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Pasha atë të cilin ka shpirtin tim në dorën e tij, pasha Allahun,
nuk beson askush prej jush, përderisa unë të jem më i dashur tek ai, se vetja e tij, se pasuria e tij, se fëmijët e tij dhe se gjithë njerëzit. Gjithashtu, Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar se dashuria ndaj tij është shkak që besimtari të jetë me të në xhenet. Tregon Enes radiallahu ta'ala anhu. Enes ibn Malik i tregon anna rajulan jaa ila nabi sallallahu alaihi wasallam, se një person erdhi tek i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: Ja Rasulullah, me të tharë, o i dërguari i Allahut, kur është dita e gjykimit, kur është dita e kiametit, atëherë Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i drejtohet dhe i thotë: Madha a'dadta laha? Çfarë ke përgatitur ti për këtë ditë? Atëherë i drejtohet ky person dhe i thotë: Ma a'dadtu laha kathirun min as-salati wal siyam. Nuk kam përgatitur për atë ditën shumë namaz dhe shumë agjerim. Illa annani uhibbu Allaha wa rasulahu, vetëm se unë e dua Allahun dhe dërguarin e tij. Atëherë Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thotë: Innaka ma'a man ahbab, me të vërtetë ti do të ringjallësh ditën e gjykimit me ata të cilin ti do. Thotë Enes radiallahu anhu: Wallahi ma farahana bi yawmin ka farahina bi qawli nabi sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ma'a man ahbab. Pasha Allah, thotë Enesi, nuk e na gëzuar ne ashtu si u gëzuam në ditën ku Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: personi ringjallë ditën e gjykimit me atë të cilin ai don. Gjithashtu, sahabët e nderuar, Allahu qoftë i kënaqur për tyre, na kanë treguar ne mënyrën më të mirë se si ata donin të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, dhe se si ata për dashurinë e Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam flijonin vetët e tyre, pasurinë e tyre dhe familjen e tyre. Suila Alijun radiallahu ta'ala anhu: Kejfe kana hubbukum li nabi sallallahu alaihi wasallam? Është pyetur një ditë Aliu radiallahu anhu: na trego si ju doni të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam? Atëherë thot Aliu: Kana wallahi ahabbu ilayna min amwalina wa awladina wa abaina wa ummahatina wa ala al-ma'i al-ba'id li dham'a. Pasha Allahu thot Aliu, ka qenë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam më i dashur tek ne se sa vetët tona, pasuritë tona, fëmijët tanë, prindrit tanë, dhe ka qenë më i dashur tek ne se sa ujë i ftohtë për personin i cili është i hetur. Gjithashtu Ibn Ishaq në librin e tij Sira tregon në luftën e Uhudit për ndodhinë e Zeid ibn Dathna, sahabiu i nderuar i cili u zua rob nga mushrikët e Mekës, dhe kur e marrën ata për ta ekzekutuar, i del përpara atij Abu Sufjani, dhe në atë kohë Abu Sufjani ka qenë mushrik, dhe i thot: Ja Zeid, unë shiduk Allah, o Zeid, të betohem ty në Allahun, e të uhibbu an yakuna Muhammeden mekanek, wa annaka muafa fi ahlik. A dëshiron ti që Muhamedi të jetë në vendin tënd dhe ti të jesh i qetë në familjen tënde? I përgjigjet Zeidi radiallahu anhu dhe i thot: Wallahi, pasha Allahun, ma uhibbu an akuna muafa fi ahli, nuk do doja kur që unë dhe isha
mirë në familjen time. Wa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yashuquhu shawka fi makani alladhi huwa fihi. Nuk do doja kur që unë të isha në familjen time dhe të dërguarit Allah sallallahu alaihi wasallam ta shpate qofka dhe një gjem. Gjithashtu Ibn Isaku në sirën e tij tregon se kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u kthye nga lufta e Uhudit, tregon Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة قتل زوجها وأخوها وأبوها مع النبي صلى الله عليه وسلم بحوض. Tregon Sa'd ibn Abi Waqqas se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kaloi pranë një gruaje pasi u kthye në lufta e Uhudit, të cilët ishin pranë asaj babai, vëllai dhe burri në atë luftë. فذهبوا إليها يعزوها. Shkuan tek ato shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për ta ngushëlluar. ولكنها قالت, por ajo tha, ماذا فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. Çfarë u bë me të dërguarin e Allah sallallahu alaihi wasallam? Nuk pyeti se si u vra burri i saj, se si u vra vllai i saj, por që e ba që pyeti tha, ماذا فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. Çfarë u bë me të dërguarin e Allah sallallahu alaihi wasallam? فقالوا لها إنه بخير. I thënë asaj, mos u shqetëso, sepse ai është mirë. فقالت, i thënë asaj, mos u shqetëso, sepse ai është mirë. Atëherë ajo i thotë, më çoni mua nga ju, hatta anzur ilayhi. Nuk u mjaftua me fjalët e sahabëve, por që i tha më çoni tek ai, që unë të qetësohem ta shikoj me sytë e mi. Dhe pasi ajo u afrua tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha fjalë të cilët shkruan në teori, fjalë të arta, i thotë të dërguarit e Allah sallallahu alaihi wasallam, يا رسول الله كل مصيبة بعدك جلل. O i dërguari i Allahut, çdo musibe, çdo sprov pas teje është e lehtë. Mjafton ti dhe jesh mirë, se çdo gjë tjetër kalon. Çdo gjë tjetër është e lehtë pas teje. Gjithashtu tregon Aisha radhiyallahu anha, أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Se një person erdhi tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i thotë, يا رسول الله إنك أحب إلي من نفسي ومن ولدي. O i dërguari i Allahut, me vërtet je më i dashur tek unë se vetja ime dhe se fëmijët e mi. وإني إذا كنت في البيت أصبرك فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك. Dhe unë kur jam në shtëpi dhe mendoj për ty, nuk duroj derisa të vi dhe të shikoj. وإذا ذكرت موتي وموتك وإذا دخلت الجنة عرفت أنك سترفع مع نبيين. Dhe kur unë e kujtoj vdekjen time dhe vdekjen tënde dhe ti do të hysh në xhenet, atëherë unë jam i bindur se ti të shkosh me pejgamberët. وإذا دخلت الجنة خشيت أن لا أراك. Dhe nëse unë do të hyj në xhenet, kam frikë se nuk do të shikoj. Kjo ishte ajo që këtë sahabi e mundonte, se ai nuk do të kishte mundësi ta shifte të dërguarin e Allah sallallahu alaihi wasallam nëse do hyjë në xhenet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e përgjigje. Hatta ata ilayhi Jibril alayhi salam. Dhe ka erdhi Jibril alayhi salam, i dha përgatimin këtij sahabiut dhe çdo musliman i cili e don pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i shpall pejgamberin sallallahu alaihi wasallam fjalën e Allahut. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع
الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. Ishpa Gjibril a.s. me Amin sallallahu alaihi wasallam, a i cili i pritet Allahu dhe dërguar të ti, a i do t'jetë për ata të cilët Allahu në dhënë mirësi, prej pejgamberëve, prej shahidëve. A i do jetë me ata të cilët Allahu në dhënë mirësi, prej pejgamberëve, shahidëve dhe sinqertë. Dhe më vërtet, këto janë shoqëria më e mirë, përgëzim për çdo besimtar, i cili e don Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për çdo gjë. Sa ai do të ngjallë ditën e gjykimit me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, sa ai do të jetë në xhennet me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, wa ma ba'daha min ni'ma. Gjithashtu transmetohet se Abu Bekri radiallahu ta'ala anhu, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është në Mekë, erdhi babai i tij, Abu Quhafa, ishte i moshuar, ishte shumë i moshuar, derisa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: "Ya Abu Bekr, law annana dhahabna ilayh", o Abu Bekr, sigurisht shkoshim tek ai, për të respektuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam Abu Bekrin, sepse babai i tij ishte shumë i dinjur, ishte shumë i plagur, por se Abu Bekri radiallahu anhu nuk pranoi vetëm se ta sjellte te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur zgjati babai i tij dorën tek dora e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për t'i dhënë besën për Islam, beka Abu Bekri radiallahu anhu, filloi të qajë Abu Bekri radiallahu ta'ala anhu. Dhe për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam: "Ja Abu Bekr, ma e tak, o Abu Bekr, çfarë të shtyllë të qashtë?" Atëherë thot pejgamberi, thot Abu Bekri radiallahu ta'ala anhu: "Wallahi ya Rasul Allah, law wadidtu anna hadhihi al-yad yadu ammika Abu Talib." Pasha Allahun, thot Abu Bekri radiallahu ta'ala anhu, do të kisha dëshirë që kjo dorë që zgjatet të jetë dora e xhaxhait të Abu Talib, dhe Allahu azza wa jalla të kënaqë ty me Islamin e tij. Allahu akbar, Allahu akbar, që dashurie. Law wadidtu anna hadhihi al-yad yadu ammik. E di që Abu Bekri radiallahu anhu dashurinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për xhaxhain e tij. Do të doja që kjo dorë të ishte dora e xhaxhait tëm, dhe Allahu azza wa jalla të gëzonte ty me Islamin e tij. Kjo ishte dashuria që sahabët e treguan e për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Thiuan çdo gjë, pasuritë e tyre, familjet e tyre, qofin ata dhe prindit e tyre për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E lutim Allahun azza wa jalla të na bëjë të sinqertë në dashurinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të na bëjë për atyre të cilët do të ringjallen në ditën e gjykimit, të na bëjë për atyre të cilët do të jenë në të në xhennet, siç thot Anas ibn Malik radiallahu ta'ala anhu, pas e dëgjoi hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili tha: "Al-mar'u ma'a man ahbab." Çdo person e ngjallë të cilin dëshiron, që don, atëherë thot Anas radiallahu ta'ala anhu: "Wallahi inni uhibbu Allah wa rasulahu wa uhibbu Abu Bakr wa Umar." Pasha Allahun, unë e dua Allahun dhe të dërguarin e tij, dhe e dua Abu Bekrin dhe Umerin, gjithashtu dhe ne themi: Allahu dëshmon se ne e duam pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e duam Allahun dhe të dërguarin e tij, e duam Abu Bekrin dhe Umerin dhe të gjithë shokët e tij. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Nga prytet e dashurisë në Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është pasimi i tij. Nuk ka gjë tjetër që vërteton që një person e don të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam vetëm se pasimi i asaj që ai erdhi me të. Prandaj Allahu azza wa jall e ka bërë kusht pasimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për çdo person i cili pretendon se don Allahun dhe të dërguarin e tij. Sallallahu azza wa jall: "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum." Thuaj o Muhammed, nëse ju pretendoni që e doni Allahun, atëherë më pasoni mua, në mënyrë që Allahu t'ju dojë dhe ju, t'ju afal gabimet që ju bëni. Ne të ndëruar vëllezër ndodhemi në muajin Rabiul Awwal, muajin në të cilin i dërguari Allah sallallahu alaihi wasallam ka lindur. Dhe të doja të flisja sa do pak për manifestimin e ditëlindjes së të dërguarit Allah sallallahu alaihi wasallam, për Mevludin dhe për të cilët nuk e kam pasuar, nuk e kam vepruar të para tanë të mirë, qofshin ato sahabët e tabi'in. Prandaj Ibn Kathiri rahimahullah, duke shpjeguar fjalën e Allahut azza wa jalla ka thënë, duke shpjeguar fjalën e Allahut ku thotë: "وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا لسبقونا إليه." Por pa besimtarët i drejton besimtarëve dhe i thotë: nëse kjo që ju veproni është diçka e mirë, pa besimtarët i drejton muslimanëve dhe i thotë: nëse besimi në Allahun që ju besoni është diçka e mirë, atëherë ne do të ishim të parë që veproni në atë. Thotë Ibn Kathiri rahimahullah: "وأما أهل السنة والجماعة فيقولون على كل عمل أو فعل لم يثبت عن السلف الصالح والقرون المفضلة أنها بدعة." Kurse ahli sunneti thotë, çdo vepër dhe çdo punë që nuk është transmetuar nga sahabët dhe 3 shekuj më pas, atëherë ajo shkriti është bidat në fe. Gjithashtu Imam Maqrizi ka thënë në librin e tij Al-Fudul, të parët të cilët e shpiken me Mevludin ka qenë Dawlatul Fatimiyye, ka qenë Fatimiyunët 350 vjet mas hijretit të Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj Imam Sakhawi rahimahullah ka thënë: "عمل المولود النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت من أحد من السلف الصالح ولا القرون المفضلة إنما حدث بعده." Me vërtet, Mevludi, manifestimi i ditëlindjes së Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk e kanë bërë ata askush prej selefëve, qofshin ato prej sahabëve apo prej atyre të cilët ishin në 3 shekuj, të cilët Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kanë afruar, por sa ajo ndodhi pas tyre. Prandaj, ju tërheq vetëm vëllezër të mi që të kenë kujdes në një vepër e tillë, sepse Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, transmeton Aisha radhiyallahu anha, أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. Çdo punë që nuk bazohet në atë të cilën e kemi ardhur, ajo është refuzuar. Mjafton për ato të cilët pretendojnë se duan të dërguarin Allah sallallahu alaihi wasallam dhe bëjnë vepra të tilla duke manifestuar me Mevludin, ti themi aty hadithin e Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse ata duan të festojnë ditëlindjen e Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam,
ata e ta festojnë ashtu si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e festonte. Është pyetur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam an siyamin e yawmil ithnain. Është pyetur i dërguari Allah sallallahu alaihi wasallam pse agjiron të ditën e hënë. Ata është përgjigj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhalika al-yawm wulidtu fihi. Është dita në të cilën unë jam lindur. Prandaj ata të cilët pretendojnë dashurinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, le ta agjërojnë atë ditë dhe mos të merren me mevludin, me hëngrin dhe pirje. Ta lutim Allahun azza wa jall ta bëj për atyre të cilët duhet të dëgjojnë fjalën e mirë, e pasojnë ato me mënyrën më të mirë. E punu ma tasmaun, wa aqimus salat.